Vloraj nuk e ka ende një strepër për kujdesjen dhe strehimin e kafshëve ndacak. Liliana Breshani, administratore e qendrës së kafshëve Protect Me, thotë se strezat e kafshëve janë private dhe funksionojnë me financa personale të vetë administratorëve apo nëpërmjet donacioneve të huaja të turistëve, të cilët shprehin dashamirësinë që kanë për kafshët. Turistët e huaj, sipas Breshanit, janë të shqetësuar për situatën e kafshëve ndacake në qytet, pasi në shtetet e tyre ku ata jetojnë nuk janë mësuar të shohin këtë realitet. Për këtë ju duhet pyesni bashkinë. Unë nuk jam pjesë e bashkisë, unë nuk jam pjesë e fondeve të bashkisë dhe nuk dua të prononcohem fare për fondet e bashkisë. Unë di që për 16 vjetësh shpëtoj kafshët e rrugës, për mua është një mision, e bëj me fondin e familjes time, e bëj duke bashkëpunuar fizikisht me vullnetar të huaj, me turist, të cilët vinë për të bërë pushimet në Vlorë dhe një ditë ja dedikojnë stres time. Vullnetar të huaj që vinë për të jetuar në Vlorë dhe ja dedikojnë kohën e tyre për aq pak për një muaj apo për një javë apo për disa ditë kafshëve të strehës time. Turistët nuk kanë frikë nga kafshët. Ata nëse shprehin shqetësim, ata shprehin shqetësim për gjendjen dhe situatën që është në Vlorë, për kafshët që janë ekzistuese në rrugë, sepse në vendet e tyre ata e kanë të zgjidhur këtë problematikë. Problemi i kafshëve ndacake, sipas Breshanit, është tepër i zgjidhshëm, por kërkon angazhimin e pushtetit lokal dhe qendror, duke u implementuar në çdo bashki të vendit. Hapat që duhet të ndërmerren sipas animalistes janë regjistrimi i kafshëve, ndërtimi i strezave ku ata të qëndrojnë, e më pas sterilizimi dhe vaksinimi i tyre. Breshani tregon se duhet punuar edhe për ndërgjegjësimin e popullatës, për mënyrën se si duhet i trajtojnë kafshët. Ka zgjidhja, unë e them me shumë optimizëm, zgjidhja bëhet brenda vitit. Por duhet vullnet dhe duhet një politikë e bërë mirë nga qeveria shqiptare që të përfshijë në të njëjtën kohë të gjitha bashkitë e Shqipërisë, sepse kemi vite që kemi një boshllëk të madh institucional. Ajo zgjidhet e para, hapi i parë kryesor në situatën e popullatave të kafshëve të rrugës, siç është Shqipëria, hapi i parë është sterilizimi masiv, jo vetëm i qenve të rrugës, por dhe i qenve me pronar. Paralelisht, duhet të ndërtohen strehimoret për të siguruar dhe për të larguar nga rruga kafshët që janë problematike, kafshët e braktisura dhe paralelisht, pra është një aksion i madh që nuk mund të thuash, kjo është e para, e dyta, e treta. Ti në të njëjtën kohë duhet ndërtosh strukturën që të bësh dhe regjistrimin e kafshëve, të krijosh database-in shtetëror për të ditur e para sa kafshë ka në territorin e Shqipërisë, sa qenë dhe mace, sa ka Vlora, sa ka Fieri, Lushnja, Shkodra, Tirana, Tropoja. Pra të ndërtohet ky network-u i database-it me regjistrimin e kafshëve. Të ndërtohen strehimoret, të bëhen sterilizime dhe të punohet me gjitha metodat e edukimit për të ndryshuar mentalitetin, sepse brezi dhe shqiptarët kanë mentalitet shumë të prapambetur për sa i përket kafshëve. Gjeneratat presim që të ndryshojnë. Pra, vullneti i politikave të mira që shteti jon duhet i hartoj dhe t'i zbatoj pushteti lokal, sjell zgjidhjen e problematikës. Jemi në prag të sezonit turistik dhe kafshët e ndacake në qytetin e Vlorës janë kthyer në një problem shqetësues, i cili kërkon zgjidhje, jo vetëm në imazhin negativ që ofron për qytetin, por edhe për shumë situata të rrezikshme që shkaktojnë për popullatën.